lexuar 10.000 faqe? Po 10.000 faqe kam lexuar. Kjo vërçe për syt. Tani kam lexuar. Se 10.000 faqe është shumë. Kam porositur edhe. Domethënë flas të po diskutojmë. Kam porositur edhe 10.000 faqe. Vërteta, jo 10.000 kam mbaruar, i kam të qarta, çfarë ka ndodhur. Të konspektuara. Po, i kam të sigurta i ke. Tani, më dëgjoj pak të them diçka. 33 libra i bie me 300 faqe. Më dëgjoj pak mua tani. Më dëgjoj pak të them diçka. Me rastin e zotit Rama, kemi të bëjmë me rastin e zotit Beqaj. Po. Pse? Mos e çoni kështu. Jo është e vështirë kështu. Zoti Rama për politikat e shëndetësisë, që zoti Beqaj është në telashe me drejtësinë, duhet të dilte për shkak të moralit, që ishin politikat e Partisë Socialiste në qeverisin e 2013-2017, edhe të thoshte, më fal, kjo ishte një porosi e programit të Partisë Socialiste dhe ai ministër ose ish ministër mbahet brenda kot. Vendim kolegjial, rasti Berisha. Po, edhe Berisha duhet dilte. Thoshte, Berisha mbahet kot për VKM sepse unë kam bërë incineratorët me 100 në VKM. Pra, e kuptoni që nuk ka të bëjmë ajo pavarësia e provave 70.000, 100.000 faqe. Jo, nuk është këtu e vërteta. E vërteta është këtu, bëra porosin dhe ekzekutuat ashtu siç duhet. Kjo është gjithë situata. Nuk pra është me të lejomi grupe 70-80 vjeta që të vendosin të na vjedhin për shembull. Jo, me nuk ka vendim lidhje. kolegjial. Po nuk të kryen një dëm ndaj shtetit me vendim kolegjial, ne ta tolerojmë mbi të fshihemi brapa programit qeverisë. Jo, nuk ka lidhje. Nëse SPAK konstaton që aty ka vjedhje. Nuk ka lidhje. Si SPAK konstaton. A ka shpërdorim detyre me VKM apo jo? Kjo është pyetja. Jo, nuk ka shpërdorim detyre. VKM-ja është një vendim i Këshillit të ministrave dhe aty nuk mund të ekzistoj fakt penal për sa i përket shpërdorimit detyrës. Shpërdorimi i detyrës dikush do ketë përgjegjësi aty, do ketë dikush në person. Pasi ti ke marrë vendimin e Këshillit të Ministrave, ministri duhet të nxjerrë VKM të tjera, të cilët janë në zbatim të ligjit dhe aty duhet kuptojë se si i ka dhënë kompetencë vetes së tij dhe në rast se aty ka fituar ai privatisht. E kupton sa e gjerë është, sa e gjatë është kjo gjë dhe atëre zoti Beqaj, zoti Ahmetaj, zoti Tahiri, zoti Dako, Arka me peshk, të gjithë ta duhet ishin në parimin e prezumimit të pafajësisë që atëherë që ndodhi kjo. Pavarësisht a ishin 10.000 faqe apo 3 faqe. Pra, parimi duhet jetë stoik, i pa lëkundur dhe me koherencë totale. Dhe jo të thënim ne për shkak se opinioni publik vdiste për perceptimin e SPAK-ut, që do arrestoj, do fusi në burg, do sekuestroj, do bëj nami, dhe sot ne flasim ose për provat, ose sa faqe kanë provat. Jo, nuk është e vërtet. Nuk është kjo e vërtet. Loja që luan SPAK-u është një lojë e cila i vjen vetëm në nder dhe për interes të zotit Rama. Se ka mundësi të flasi, e kemi thënë këtu, ne jemi 288, 289 dhe jemi pikrisht aty, kur nesër do ta shikojmë a do të ekzistojë më tutje ky nen për sa i përket dhënies apo jo, se unë të them edhe një intrig tjetër. Shkojmë nesër në seancë plenare, ngrehet një nga deputetët e grupeve parlamentare Partisë Demokratike ose Partisë LSI-s që është me grup parlamentar ose LPL-s mos gaboj, edhe thotë që unë dua për shembull të bëhet votimi i fshehur. Pse i fshehur? Se të shikoj a ka brenda Partisë Socialiste qendrim, po mund të lejohet nga rregulloria e parlamentit, po nuk e di nga rregulloria e Partisë Socialiste ndikuar të zotit Peleshi, a lejohet apo nuk lejohet. Por jo, pritani, këtu është tani gjithë loja. Në rast se shkojmë në votim të fshehur, mund të kemi një rrjedhje për sa i përket votave. Aty ne do të kuptojmë, a është në të vërtet komplekse gjithë rasti dosja Balluka apo jo? Është futur brenda Partisë Socialiste filtri ose më mirë helmi që helmon ata të cilët janë të ndershëm kundrejt atyre të cilët akuzojnë vetëm për SPAK-un, sepse SPAK-u është çfarë? Këshilli popullor i asaj kohe. Këshilli i lagjës. Unë se kam jetuar, po ata të cilët e kanë jetuar, të ta shikojnë se si po organizohet drejtësia. Kjo nuk do zoti Zbrima. Ju mendoni se nuk do. Kjo do bëhet me votat hapura. Jeni më shumë parimis se sa duhet. To do bëhet me votat hapura që partia ta di kush është kundërshtar. Votoni në Zvicër apo në Suedi, hajde në Shqipëri. Partia duhet ta di, partia ka marrë një qendrim dhe kush del kundër është kundra vijës partisë. Na partia zoti Karati, na partia. Sido që
puna. Hajde me këtu kamera. Lidhje me VKM do thosha diçka andi, po ta mbarojmë. Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste e Shqipërisë, për këtë thoni zoti Karadza. Partia. Po pse ti çam mendon? Partia. Ti je 100 mbrapa. Ti je 100 partitë politike. Nëse beson Ramën dhe bë objekt bisede Ramën, jeni 100 vite mbrapa. Partia. Po jo tani të lutem shumë. Ndryshon politika. Po, ndryshon raporti politik. Manuali 1944, 1976. Urdhro ku e ke? Heqim regjia. Urdhro Këshilli i Lajës. Shikoj se ka bërë Këshillin e Lajës, vendos vetë, vendos vetë. Atëherë, çdo parti politike në Perëndim, në lidhje kudo qoftë, ku merr një qendrim partia, deputetët do t'i bindën partisë. Tani unë të them tani, shkojmë të razojmë brenda dhe themi të fshetë dhe të shikojmë a partia është deri në fund me partinë? Po pse të provokohet partia? Po jo duhet që të shikojmë, a kemi një parti e cila është parti jo shtet? Karandza ka thënë që ka dyshime për grupin fuqis që ka bërë ligje. Po jo ligje, është dëbuar. Po grupi parlamentar, ne duhet të shikojmë çfarë duhet të gjejmë. Duhet të gjejmë a i kanë guximin ata të kundërvijën e Ramës dhe jo partisë? Votimi i fshehtë sepse PS-ja Rama, PS-ja shteti. Pra, këtu duhet të ndajmë. Nëse partia gjen tradhtarët pastaj. Aty mund t'i gjej tek fleta e votimit kush ka mund të shohë tek numri i votës, mund të zbulohet grupi. Pra, cenohet parimi i zgjedhor që kemi të bëjmë me një moment ku vetë partia pas ka marrë edhe në patronazh çfarë? Për pushtetin legislativ. Kjo është më e rëndë. Në rastin do të partia ka numrat. Partia Socialiste ka. Po ke 140 deputeta aty. S'ke 83. Po jo, shikoni. Cila drejtësi është që beson Rama? Cila është drejtësia që beson Rama? Drejtësia e tij. Kush është kuvendi? Partia Socialiste. Kush është gjyqësori? Partia Socialiste. Faleminderit. E lave me mua. Po jo, po tani a the përshiri fra. Se ne ku themi ligjvendësi, unë nuk e ndaloj. Ka marrë një qendrim. Partia thot dorëzohet dhe ka marrë fund kjo punë. Po partia nuk po e dorëzon. Po këtë po thot, nuk e dorëzon, se ka parlamentin e dieta. Bravo, partia me drejtsinë dhe përcaktimin e partisë. Po pra, drejtësia po e kërkon dhe partia nuk e jep. Jo, po shiko prapë. Kjo po i them hasim bash. Drejtësia e kërkon ballu. Jo drejtësia e pavarur e pa. Edhe diçka tjetër. Edhe nga Amerika. Ballu e lavdron drejtësinë thotë. Jemi krenar për to. Për drejtësinë. Kjo është drejtësia e re. Si thoshte ai kolegu, a kupton thoshte kolegët e mi. Ajo vetë po e lavdron. E mamë kur i thoshte ajo atëra aty tek UKT-ja e Vlorës, nuk e më mendoj, thoshte do të çojë të spagu. Grup kriminal, po. Tani pse nuk shko te drejtësia jote, zoti Karandza, pse nuk shko te drejtësia e vetas ajo? Ajo tha duhet shkoj tha. Po atë po them. Pra, e kupton tani se si pse duhet të vim në këtë konflikt ne sot ku ata besojnë tek drejtësia e tyre. Prandaj thuj popullit ton, diçka që është e vërtetë. Karandza, po të më lësh vetëm një moment. Drejtësia reale, nderuar zoti Bora, duhet kuptoni këtë gjë. Drejtësia reale është gjë tjetër nga drejtësia imagjinare reale që zoti Rama sot ka. Nga 2016 në vazhdim dhe nga 2022-2025 lidhur me spakun. Pra këtë gjë duhet t'ja sqaroni qytetarëve shqiptar të na kuptojnë, sepse ne nuk mund t'i themi atit futu ti në burg sepse parkove dysh, futu ti në burg sepse ti nuk pagove. Jo një sekond, po do ta them. Po të them fjalë të tjera aty më vëlla, po pritani të t'i them këtë gjë që duhet. Pra, duhet kuptoni, jo, nuk e përsëris, dhe këtu e kam. Edhe do të shikosh pastaj. Pra, duhet kuptosh këtë gjë, që zoti Rama ka cenuar prezumimin e pafajësisë, procesin e rregullt ligjor. Pra janë parime procedurale të cilët ti nuk duhet të cenosh për asnjë si kundërshtar politik apo brenda partisë si rasti zotit Veliaj. Ju e mbani mend se si bëri zoti Rama, mblodhi të gjithë bashkinë duke ndërhuar mbrojtje kaq vonë kryeministri Morbur. Pse u del kaq vonë, mos janë arrestuar? Velia ka një vit e kusur. Po do luaj viktimën o zoti Bora, do luaj viktimën te ka thënë vazhdimisht. Po sa herë ka luajt viktimën te Ametaj, te Daku, te Peshku, te ky, te ai, te gjithë këta viktima, vetëm viktimë është ai, i shkreti. Pra, gjithë hakan kumblla mbrapa shpine, kupton? Të gjithë të tjerë nuk pasën mundësi ta spionokan këtë tjetër që i haka, që do të shkarkohet ti. Dhe ajo çuditshme kush është? Si ka mundësi që ty të shkarkohen persona që punojnë në shtet? Edhe pastaj pas një kohë të caktuar spaku merr edhe i arreston. Jam thoya pak për shtypjen tënde. Pra, që ka më prokurori speciale zoti Rama se sa spaku, po.
Ore, peshku, që po flet për çështjen e peshkut. Ta shpjegoj unë atë. Jo, një pyetje do bëj. Po. U lat hajt peshku apo u sekuestrua me cilësinë e provës materiale? Unë besoj, duke besuar te Spaku, u sekuestrua. Është sekuestruar peshku, shkapo. Çfarë lloj peshku ka qenë? Atëre, ecim sepse kemi çështje në lidhje me VKM-n andi ndaloj. Po vendimet e Këshillit të Ministrave, po. Vendimet e Këshillit të Ministrave, për mendimin tim personal, mbahet përgjegjësi penale, por jo organi kolegjal. Këtë praktikë që po them unë e kam mbajtur dhe më përpara. Ministria organi kolegjal nuk mban përgjegjësi i ministrave, sepse që të bëhet një vendim, i qeveria mbahet një relacion. Pra, ka një drejtori juridike të ministrisë që e propozon, ka një ministër që e propozon, ka specialistë që firmosin. Sepse në mbledhjen e qeverisë kemi edhe ministrin e kulturës, për shembull, që është për gjë tjetër, thotë ngre, votë bosh antar. Do më lësh një pyetje për ta sqaruar. Në rast se propozon një deputet një ligj i cili vjen në favor. Po si të këshillit? Jo, prit sepse vendim kolegjal është edhe ai. Sa ta mbaroj. Ja bëj pyetje. Propozohet një ligj i cili vjen në interes një oligarku, po themni një të pasuri dhe dëmton xhepat e qytetarëve shqiptar. Votohet në kuvend. Apo këta nuk mbajnë përgjegjësi? Personi që propozon, presupozohet që ti njeh ligjin. Na ndodhi dhe një deputet që ishte propozuar një ligj tani që nuk e dinte se për çfarë bëhej fjalë. Pra kishte vënë firmën e kishte propozuar si ligj vend, ndërkohë që çdo ligj dhe çdo praktik, sepse ligji është që mbledhet nga kuvendi, kurse vendimi i Këshillit të Ministrave është akt nënligjor që del nga qeveria. Personi që propozon ka rregulla. Pra bëhet propozimi për VKM, para se dali VKM-ja merret dhe vendime paralele, pra merret nga ministritë e tjera. Çfarë mendimi keni, sidomos për ndryshimin e ligjeve, duhet marrë dhe miratim nga Ministria e Drejtësisë, duhet marrë nga Ministria e Financave se ka kosto financiare për buxhetin e shtetit. Personat që propozojnë mbajnë përgjegjësi, madje në mbledhjen e Këshillit të Ministrave që sot nuk mbahet audio, është e detyrueshme me ligjin numër 9 të vitit 2003, për sa i përket vazhdimit, për sa i përket mbledhjes, duhet të jetë me audio. Siç ne këtu flasim me audio dhe mbajmë përgjegjësi, ministri që propozon i bën sepse do bëjmë mbrojtjen ai. Do dali ky VKM dhe ministri ka përgjegjësi. Mund të ketë ndonjë antar i Këshillit të Ministrave, por duhet provohet që ky veprim i palishëm, ky propozim që bie në kundërshtim me ligj, ka lidhje edhe me filan ministër, pra duhet të provohet. E qartë. Por nuk mund të përjashtohet nga unë këtë që drimë kam personal, këtë e kam mbajtur të çështja Durrës Kukës, që zinxhiri propozues në Këshillin të Ministrave, kemi parë dhe mbledhjet e Këshillit të Ministrave që ministri e mbronte ato të vetë dhe del ana subjektive, pra nga përgjimi, nga audio, nga regjistrimi, neve nuk na u dha në dispozicion, por transparenca kjo është. Edhe te VKM-t, në fakt, një të mbarova, te incineratorët janë vendime qarkulluese që bëhen brenda ditës, por kur bëhet një mbledhje dhe diskutohet, aty del se kjo është transparenca. Kur bëhen gjërat shpejt me firmë, neve duhet dim çka ka ndodhur dhe ke praktika të mangëta. Dhe mangësia e praktikave te vendimi i Këshillit të Ministrave është përgjegjësi direkte e stafit që kalon VKM. Kështu që përgjigjes pas ka kjo histori. Nuk është aq e thjeshtë. Sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave mba përgjegjësinë penale për sa i përket normimit të një VKM-je e cila bie në kundërshtim me ligjin, sepse është i vetmi person, funksionar, që është i emëruar si nën punës civil, i cili është për këtë arsye që të monitoroj çdo gjë që vjen nga ministrat edhe paraqitet tek Këshilli i Ministrave. Pastaj ke edhe diçka tjetër, që unë nuk bie dakord pjesërisht me kolegun. Prandaj që ka smur nga zemra. Po. Tani, pjesërisht di që smur njëri se ka pas shumë zemër të kohë, marrin shumë raporte shëndetësore. Shkojnë bëjnë ato bicikletën që shohin trasmet e zemrës kur është pedana lart. Po jo, thjesht duhet keni parasysh diçka. Duhet të ndajmë mënyrën se si një deputet propozon, sepse deputeti mbledh interesat e grupit interesit dhe i përcjell në parlament për të votuar. Deputeti po ashtu ka të drejtë në seancë plenare të paraqesë amandament, po mos jetë në kundërshtim me buxhetin e shtetit. Dhe gjithashtu deputeti ka mundësi të votojë çfarë ligji e shikon të arsyeshëm për interesat e shoqërisë. Pra nuk mundet dhe nuk duhet të
penalizojmë dhe të vendosim si fakt penal çdo VKM, çdo iniciativë ligjvënëse, edhe çdo rast që një person pushtetit ekonomik kërkon që të kaloj përmes ligjit, edhe një qytetar i thjesht për pronën, edhe një qytetar i thjesht për zhvillimin e asaj që ne themi të zhvillimit ekonomik, ka të drejtë i drejtohet një deputeti që të kërkojë normimin e një ligjit, pse jo një amandamentit për interesat e një grupi të caktuar shoqëror ose të tërësisht të çdo qytetar shqiptar. Kjo është perfekt, kjo është idealja. Do kalojmë në një tjetër çështje, do ndalemi për të folur për propozimin e kryetarit të gjykatës së lartë Sokol Sadushi, i cili ka thënë se ka propozuar në një vendim të ndërmjetëm dhe thotë që do duhet që të rishikohen mënyra se si vendosen masat e sigurimit, kryesisht ato arrest në burg. Ne ndjekim njërin insertin, të dëgjojmë pak shpjegimin dhe rikthehemi për të diskutuar me Ervin Karanxhën dhe Gylsen Zhlimën. Një vendim i ri ndërmjetëm i gjykatës së lartë ka hapur një debat të rëndësishëm mbi mënyrën se si gjykata shqiptare vendosin për masat e sigurimit, pra për rastet kur një person duhet të qëndrojë në burg apo mund të jetohet në liri. Vendimi është marrë nga kryetari i gjykatës së lartë dhe lidhet me një praktikë të vjetër gjyqësore të vitit 2011, e cila prej më shumë se një dekade ka orientuar gjykatat se si duhet të vendosin për masën arrest në burg. Shkak për këtë nismë është bërë një çështje konkrete penale ndaj një personi të dyshuar për trafik droge. Në këtë rast, gjykata e shkallës së parë kishte vendosur arrest në burg, ndërsa gjykata e apelit e ndryshoi këtë masë duke vendosur arrest në shtëpi. Prokuroria e kundërshtoi këtë vendim dhe çështja përfundoi në gjykatën e lartë. Por gjatë shqyrtimit të kësaj dosje, u ngrit një pyetje më e madhe: a është ende e përshtatshme praktika gjyqësore e vitit 2011 për mënyrën se si gjykatat vendosin për paraburgimin? Sipas praktikës së vitit 2011, gjykata nuk ishte detyruar të analizonte në detaje pse nuk mund të aplikoheshin masa më të buta, si arresti në shtëpi apo detyrimi për paraqitje. Mjaftonte që gjykata të argumentonte se arresti në burg ishte masa më e përshtatshme. Po ashtu në shumë raste konsiderohej se kur bëhej fjalë për krime të rënda, rreziku i lartë i autorit merrej pothuajse i mirëqen vetëm nga natyra e veprës penale. Një tjetër element i rëndësishëm i kësaj praktike ishte edhe barra e provës. Në shumë raste i pandeuri duhet të sillte prova për të treguar se nuk përbënte rrezik dhe se mund të jetojë pa u mbajtur në burg. Por ndërkohë pas vitit 2011, kanë ndodhur disa zhvillime të rëndësishme. Së pari janë bërë ndryshime në kodin e procedurës penale, të cilat kërkojnë që gjykata të japin arsyetim më të detajuar dhe konkret kur vendosin për kufizimin e lirisë së një personi. Së dyti edhe gjykata evropiane të drejtave të njerëzit ka vendosur standarde më të forta në këtë drejtim. Në disa çështje kundër Shqipërisë, kjo gjykat ka theksuar se paraburgimi nuk mund të justifikohet me formula të përgjithshme, por duhet të mbështetet në arsye konkrete dhe të individualizuara për çdo rast. Sipas këtyre standardeve, fakti që një vepër penale është e rëndë nuk mjafton vetë për të mbajtur një person në burg. Gjykata duhet analizojnë realisht edhe mundësinë e masave alternative, si arresti në shtëpi apo masa të tjera më të lehta. Pikërisht për këtë arsye, gjykata e lartë ka vendosur të nisë një procedurë për rishikimin e pjesëshëm të praktikës së vitit 2011. Ky nuk është ende një vendim përfundimtar. Me këtë vendim të ndërmjetëm, çështja është dërguar për shqyrtim kolegjeve të bashkuara të gjykatës së lartë, të cilat janë struktura më e lartë brenda kësaj gjykate dhe që kanë kompetencën për të unifikuar praktikën gjyqësore. Në thelb, kolegjet e bashkuara do duhet i përgjigjen disa pyetjeve shumë të rëndësishme për sistemin e drejtësisë. A duhet që gjykatat të analizojnë realisht masat alternative përpara se të vendosin arrest në burg? A mund konsiderohet një person automatikisht i rrezikshëm vetëm për shkak të natyrës së veprës penale? Dhe mbi të gjitha, kush do ta provojë nevojën për paraburgim? Prokuroria apo i pandeuri? Vendimi që pritet të merret mund të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në shumë procese penale në vendin tonë, sepse do të përcaktojë standardin që duhet të ndjekin gjykatat kur vendosin për kufizimin e lirisë së një personi gjatë hetimit. Mirë, ky ishte inserti shpjegues për sa i përket le të themi këtij vendimi për në lidhje me masat e sigurimit se si do duhet të